Ka njerëz që s'marrin vesh nga televizioni, që thonë se s'duhet të ketë një program mëngjesi. Për shembull, Ben Blushi kishte thënë, unë s'do bëja fare program mëngjesi. Kjo tregon sa pak kupton ai nga kjo punë, sepse jo se e them unë, por sepse e thot gjithë bota dhe e bën gjithë bota. Hakmarrja është një gjellë që serviret e ftohtë, është shpreha e famshme, por Blendi Salaj jo vetëm që nuk e ka lënë të ftohet, por në nxehtësinë e gjithë shurmës që krijoi intervista e Ben Blushit, ku u përmend dhe emri i tij, ka ardhur me këtë reagim. Gjatë emisionit të këtij mëngjesi, të cilin ai këtë herë ndau me moderatoren Ariola Shehu, e cila po fliste për rëndësinë e programit të mëngjesit si një format i domosdoshëm në çdo televizion modern, Salaj u ndal pikërisht te deklaratat e Blushit. Ai theksoi se programet e mëngjesit nuk janë thjesht një zgjedhje televizive, por një standard ndërkombëtar, një hapësirë informuese dhe motivuese që shoqëron publikun në nisjen e ditës. Sipas tij, në vlerësimi i këtij formati tregon jo mungesë preferencash, por mungesë njohurish për mënyrën se si funksionon media sot. Në vijim, Salaj shtoi se deklarata të tilla, si ajo e Blushit se ai nuk do të bënte fare program mëngjesi, janë tregues të një perceptimi të gabuar për rolin e televizionit modern, duke nënvizuar se gjithë bota e ka dhe gjithë bota e bën. Me këtë reagim, Salaj duket se vendosi të mos e lërë gjellën të ftohet, duke i kthyer një përgjigje të drejtpërdrejtë debatit që u hap pas intervistës së Blushit.